Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon Allahu te bareke ve taala. Paqja qoftë mbi të dërguarin ton fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Shpresat tek Allahu nuk duhet t'i humbasin besimtarët. Besimtarët nuk i humbasin shpresat tek Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Musa alayhis salam ishte i dërguar i Zotit. Ai asnjëherë nuk i humbi shpresat tek Allahu xhalla shanuhu. Pas shumë vujtjesh dhe peripecish me popullin, me pushtetin, me njerëzit e ndryshëm, pra u ballafaqu me faraonin, u ballafaqu edhe me popullin e vet, domethënë rasti për shembull edhe i viçit të Samiriut, që kishin marrë pasi ju dha edhe selva omena, pra ku i dha pej mishit e pej të mirave që ishin rrotull tij, i gjetit që adhuronin një viç që pëlliste dhe u mërzit shumë, sa që e qërtoi dhe vllaun e tij Harunin. Dhe u mërzit pra nga populli, por kishte edhe sfidat në krahun tjetër me faraonin, por prap ai nuk i humbi shpresat tek Allahu xhalla shanuhu.